Shqiptarët gjithçka e shpenzojnë për nevojat më jetike. Konsumi i përditshëm si dhe shëndeti rezervojnë shpenzimet limit veçanërisht për këtë të fundit, pra për medikamentet, vetëm në rastin më të keq. Shpeshherë të keq gjykuar se shqiptarët nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur shëndetit apo një jetë të shëndetshme, vjen e kushtëzuar pikërisht nga të ardhurat në minimumin e mundshëm jetik. Me pagat e të ardhurat që kanë familjet shqiptare, sigurisht që mund të kesh vetëm një jetë modeste, ku për të menduar për të shpenzuar më shumë për diçka, duhet të kursesh e shtrëngosh xhepin për diçka tjetër. Por për çfarë shpenzojmë ne më tepër? Të gjithë thonë vetëm për ilaçe, ujë, drita dhe ushqimet, por jo të gjitha ushqimet e nevojat mund të plotësohen. Unë jam pensionist. Për çfarë shpenzoni më shumë në familjen tuaj? Për ushqime, për ilaçe, për këto. S'kemi me luksin tash në plejtë. S'ka lekë. Për kafe, për dalë për kafe, po, për dalë ashtu, po ku dalin lekë? S'ka lekë. Unë marr 160. Ku dalin? Vetëm për ushqime dalin edhe s'dalin. Po ushqimet i plotëson të gjitha? Ku i plotëson me 160? Ku plotëson, nuk plotëson. S'ka, vetëm kafe, ilaçe këto. Në kafe mëngjes më shurpim dot. Unë vetë ditë jam. Këton nuk shpenzoj sa duhet, po gruaja merr një pension të ulë 8.000. Unë marr 150.000, tani gjithë mirë s'jam. Ushqime për drita, për ujin, për këto. Tani, po s'ke fëmija ashtë, nuk dalin. S'dalin. Unë njëra aqë marrë, në 120.000 lekë, pension marrë. Edhe ato në 120.000 lekë, vetëm ushqimi, ilaçe, dritat edhe ujt. Edhe s'dalin më. Po ushqimet paktën i merrni gjitha çfarë duhet? Jo, moj vajzë, jo, i lëm për kur të marrëm pensionin tjetër. Gjysma të marrim. Po harritën, po harritën. Gjysma do t'i marrim për pensionin tjetër, të muaj tjetër. Në të gjitha krahat, luksi më i madh më s'ka papunësia. Luksi më të madh nga papunësia s'ka ku të vejmë. Si jemi të patarda fare. Papunësi. Kur s'ka papunësi, kur s'ka papunësi, do të thotë që s'ka as të ardhura, s'ka as ekonomi. E kupton, nuk ka dhe luks. Se ato duhet të vinë nga xhepi, nga buxheti që të dalë me në luks. Vuajtjet më maksimale të vuajtjeve nuk ka. Urdo, jemi mosha të reja, shkoja e zonja, mosha e re, urdo, është në punë asë shumë, mirë unë jam gati në lajthitur të viteve. Po, moshat e reja të pak, në të punoj moshat e reja. Pa një të ardhme, pa një punë, pa një ku do vim më. Qa luksi të kërkoj më? Po, le luksim, po unë njerë jam i vetëmor. Kam fëmijë plot, po janë tikur edhe ashtu e kam halin, jam i vetëmor, jam vetëm edhe mua më dalën ato që marë. Më dalën ato që marë, se janë vetëm. Për çfarë, për shembull, çfarë shpenzon ti me ato? Merr ilaçe, merr ushqime? Unë më shumë me ilaçe. Po kam një dyqan të vogël aty, e kam dhënë me qira, edhe ushqem normalisht, do me plotësoj pensionin, kaq. Familjet e mëdha, pastaj në qoftë se një familje nuk ka 2 rroga, 3 rroga në punë, do të thotë që ajo familje nuk shkon do të mirë. Nuk mendon më do të për luks, po mendoj për bukën, për gjellën, për vajtje, për ardhje. Me gjithë këtë jetë modeste, duket se shqiptarët ja kanë dalë në bandë të mbijetojnë.